Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu, në kanalin Monitor TV, për të komentuar ngjarjet më të fundit. Debate të mëdha, diskutime të mëdha dhe kërcënime të mëdha po ndodhin mes Shëndritit, Rogertit edhe Mirit. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë që në fakt ka ngritur pikpyetje në marrëdhënien e Shëndritit, Mirit edhe Rogertit. Tani, ta shpjegojmë situatën se çfarë ka ndodhur, sepse publiku siç duket nuk është i sqaruar në këtë mes. Shëndriti, sipas Rogertit, ja ka sharë nënën, domethënë, por nuk është një fjalë që Shëndriti e ka përdorur në kuadër për të sharë nënën e tij. Domethënë është një fjalë që Shëndriti thjesht e ka përmend, thjesht e ka përfol, thjesht e ka përdor. Dhe e ka përdor dhe me gimbon. Por në këtë rast unë e shikoj që Miri e ka pak inatin me Shëndritin, sepse Shëndriti është sebepi apo arsyeja që Miri domethënë e mbylli kapitullin me Selinën, dhe kjo gjë në fakt e bëri që të jetë pak agresiv kundërdrejt Shëndritit dhe pikërisht natën e mbrëmshme e përdori momentin duke filluar ta kërcënon Shëndritin me jetë dhe që do ta mbytën brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë këto gjëra nuk janë të tolerueshme. Unë bëj apel edhe te produksioni, sepse unë jam një gazetar që kam sjell edhe rregulloren tek ju, se çfarë rregullore domethënë duhet nënshkruar për të qëndruar brenda shtëpisë Big Brotherit, ju e lexuat dhe sidomos ofendimet dhe kërcënimet të tipit të këtill janë të patolerueshme në asnjë mënyrë. Do të thënë në asnjë mënyrë nuk tolerohen. Dhe në këtë rast Shëndriti ishte shumë i qetë, por Miri dhe Rogerti e kërcënonin në një mënyrë çnjerëzore. Unë mendoj që Shëndriti u mundua që të arsyetohet për t'ju treguar Mirit dhe Rogertit që nuk i kam thënë gjërat në formën se si i mendoni ju apo se si i keni marrë ju. Unë i thash në formën se si unë sillem me gimbon. Por duke dashur që të dalin në prime, edhe duke dashur që të akmeret Miri, sepse Shëndriti, se ishte e dukshme acari i Mirit, domethënë që e bënte të fortin në sy me Shëndritin, që Shëndriti është në kuptimin të tipit që domethënë e ndau nga Selin, e largoi nga Selin, ai në atë moment u mundua që të hakmeret dhe ta kërcënon Shëndritin me jetë, duke mos ju dridhur qerpiku fare, dhe kërcënoi me jetë. Dhe kjo është më së vërtet se të mbystu brenda e kërcënoi. Të njëjtën gjë ja tha dhe Rogerti, që ti nuk e dish se çfarë mund të ndodhen ty kur të dalim jashtë për të parë, domethënë kaluan në agresivitet të tmerrshëm. Unë e shikoj që Rogerti dhe Miri janë trembur në fakt që nga nata e mbrëmshme, që në momentin kur Mateo dha intervistën, por ne nuk duhet të tolerojmë si shikues që fenomene të këtilla, kërcënime të këtilla, deklarata të këtilla të mbështeten brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.